Benjamin Netanyahu po trajtohet për kancer të prostatës në fazë të hershme, ka njoftuar mediat e huaja. CNN njofton se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ju nënshtrua në heshtje trajtimit për kancerin e prostatës, ndërsa publikoi rezultatet e ekzaminimit të tij vjetor mjekësor. Netanyahu, 76 vjeç, tha se vënoi publikimin e raportit të tij vjetor 2 muaj në mënyrë që të mos përdorej si propagandë nga Irani. Udhëheci me mandatin më të gjatë në historinë e Izraelit ju nënshtrua një operacioni për zmadhim të prostatës në dhjetor të vitit 2024, një operacion që zyra e kryeministrit e bëri të ditur publikisht në atë kohë. Në kontrollin e fundit pas operacionit, Netanyahu zbuloi në një deklaratë në mediat sociale se mjekët zbuluan një tumor malign në prostatën e tij me madhësi më të vogël se 1 centimetër. Zyra e kryeministrit publikoi gjithashtu 2 letra nga mjekët e tij për të shoqëruar zbulimin në mediat sociale. Ky është një zbulim i hershëm i lezioneve shumë të vogla pa metastaza, siç e konfirmuan të gjitha testet e tjera pa asnjë dyshim, thuhej në një letër. Ai nuk zbulon se kur ka qenë kontrolli i fundit, por një burim i Izraelit i njohur me çështjen i tha CNN-it se kanceri u diagnostikua disa muaj më parë. Netanyahu filloi të nënshtrohej radioterapisë rreth 2 muaj e gjysmë më parë sipas burimit dhe kishte përfunduar së fundmi trajtimin. Zbulimi vjen ndërsa Netanyahu pritet të vizitojë shtëpinë e bardhë në javët e ardhshme, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të ndërmjetësojnë një marrëveshje paqeje afatgjatë në luftën me Iranin.